Züleyha vëren se hajmalia e Leilës mungon. Fadik i thot se mund ta ketë vjedhur Shermini. Züleyha, Fadik dhe Gafur dëgjojnë biseden e Betyl dhe Shermin për të shitur hajmalinë e Leilës. Në diskutime sipër, Gafur për një moment merr çantën e Sherminit dhe e zbulon hajmalinë e vjedhur. Të dy janë në nebi përpiqen t'ia hedhin fajin atij. Züleyha dëbon këto të dyja për gjithmonë nga rezidenca. Betyl betohet se do të vras Züleyhan. Shermin kërkon strehim tek Fusun, ndërsa kjo e fundit i kthen shpinën asaj. Betyl mundohet të manipuloj Abdulkadir, ama ky i fundit nuk bie në kurthin e saj. Ndryshe nga i vëllai, Vahapi jep një mundësi Betyl dhe strehon atë bashkë me Sherminin në shtëpinë e tij. Zeynep vendos të largohet nga shtëpia e Fikretit pasi ky i fundit nuk pranon që ajo të paguajë një qera. Nga ky insistim, Fikreti premton asaj se do t'i marrë qeran. Zeynep dhe Fikret krijojnë një atmosferë romantike, ata vendosin të darkojnë së bashku. Vahapi trajton Sherminin dhe Betyl si shërbëtorët e tij. Hakan shkon dhe bisedon me Abdulkadir. Züleyha e ndjek dhe i kërkon një shpjegim në lidhje me këtë takim. Të dy ata i fshehin arsyen e vërtet të këtij takimi Züleyhas. Vahap vazhdon të torturojë Betylin dhe Sherminin edhe natën vonë. Hakan vazhdon të ketë armiq. Ata i çojnë një zarf kërcënues atij, po të njëjtin zarf e merr dhe Abdulkadir. Çolak nuk paguan punëtorët. Züleyha ju premton atyre se do të paguaj çdo pak që Çolak nuk ju ka dhënë. Fikret dhe Züleyha bëjnë të mundur që paga e grave të jetë e barabartë me pagën e burrave. Për shkak të Züleyhas, Çolak mbetet pa punëtor. Hakan vendos të rritë sigurinë në të gjithë rezidencën, ama Züleyha nuk duhet të jetë në dieni. Zeynep fton për darkë Fikretin. Ai tregon të gjithë historinë e jetës së tij. Xhevria përpiqet të jetë sa më afër Gafurit dhe Uzumit të vogël.
duke menduar se Hakan është Avdi Pasha, Aziz e lë një takim romantik me të. Züleyha, Hakan dhe Fikret krijojnë fondacionin e solidaritetit të grave, duke ju dhënë atyre barazi punëtore me burrat, por Ahmet del në kundërshtim të këtij fondacioni. Çolak kërcënon Züleyhan në mes të popullit të Çokurovës. Betyli thot Sherminit se do të bëhet çmos të nxjisë Çolak për të vrarë Züleyhan. Fikret dhe Çetin arrin të gjejnë njeriun që vrau Ahmet Fekeli. Ata i ofrojnë para vrasësit me qëllim që ai të dëshmojë fakte në polici për të vërtetuar se urdhëroi Abdulkadir. Betyl dhe Shermin bëjnë plane së bashku për të hyrë në shtëpinë e Çolak. Shermin përpiqet të marrë armën e Çolak dhe t'ia dorëzojë atë Betylit. Hakanit i kërkojnë llogari për krime të cilat ai thot se nuk i ka bërë. Kjo përmbledhje ishte e serisë 136, edhe 5 seri na ndajnë nga fundi i telenovelës.